Në vitin 1973 u krye një eksperiment që është për ta diskutuar thellë. Një eksperiment që do t'ju lë mbresa dhe juve që do ta dëgjoni për herë të parë sot. Kush është rastisht le t'i bëj like faqes nëse nuk e ka bërë, sepse këto që faleminderit të gjithëve që diskutojmë së bashku, që jemi këtu për herë bashkë, për komentet që bëni, faleminderit të gjithëve. Dhe ju që jeni të rinj, ju faleminderit. Diskutimet që ne bëjmë jo vetëm rrisin inteligjencën, por informojmë edhe për botën që na rrethon, që të dimë se si të veprojmë nesër. Në vitin 1973 u krye një eksperiment për psikologjinë dhe për spitalet psikiatrike që gjendeshin në gjithë botën, sepse janë reduktuar, le të themi, dhe sepse kishte marrë një hov të madh psikiatria para disa viteve dhe krijonin probleme të rënda, pra edhe atyre që nuk i kishin. Dhe Universiteti Stanford bëri një eksperiment. Eksperimenti ku konsistonte? Eksperimenti konsistonte që të dërgonin njerëz të sakt, pra me mendje të sakt, në spitalet e psikiatrisë, për të parë se nëse mjekët dhe specialistët e atyre spitaleve të mund t'i kuptonin se nëse ishin njerëz të vërtet apo kishin probleme mendore. Dhe çfarë bën? Nëpër kartelat e tyre vendosën disa paraqitje, si mund të quhen, të patologjive të ndryshme. Dikush thoshte që dëgjoi zëra, të tjerë thoshin që kishte patologji të ndryshme, për shembull fliste me veten, apo ku ta diun. Dhe i çuan në 12 spitale të ndryshme. Do t'ju them në fund pastaj se përse po flasim për këtë, bëni kujdes, gjithmonë u ndes shkëndijën. Dhe i çuan në 12 spitale. Në fund, pra gjatë ditëve, sepse çdo gjë ndodhi brenda 50 ditëve, 52 ditëve për eksaktecë. Dhe në këto 52 ditë, ata vendosën këta njerëz kështu, një këtu, një atje në 12 spitale të ndryshme. Nëse specialistët, mjekët dhe psikologët do të mund të kuptonin mendjen e njeriut, pra mendjen e atyre nëse ishin të saktë ose jo. Me kalimin e kohës, këta tregonin silleshin normal, ishin student, ishin të gjitha fushave, pra për shembull shtëpiake, gra shtëpiake, student, pleq, apo bile di që ishte edhe një profesor mes tyre, dhe filluan që të tregonin siç ishin, pra që nuk kishin shenja të psikopatisë. Dhe mjekët asgjë nuk e vurën re këtë. Fare, asnjëri nga mjekët, asnjëri nga specialistët nuk i vuri re se çfarë kishin, ose nëse ishin njerëz të saktë ose jo. Tani, pasi mbaroi eksperimenti, pas 52 ditësh, doli lajmi që edhe u bë buje madhe, sepse u thanë që ka dalë një studim që është bërë me fjalë një eksperiment që këta që gjykojnë mendjen e njeriut nuk kuptuan asgjë. U hodhën përpjet gjithë psikologët. Çfarë janë këto budallë që ne jemi fantastik, ne kemi kaq vite punë, kemi diplom, ata me grada, siç e kemi thënë gjithmonë, janë ata me grada, që dinë çdo gjë dhe mund t'japin jetën për atë që dinë. Dhe në fund fare, meqense u bë shumë publike, buj e madhe dhe publike, çfarë bën këta tani? Disa spitale bën një deklaratë të hapur Universiteti Stanford dhe thanë që na dërgoni njerëz të saktë, thanë që s'ka çfarë ndodhi, sepse kjo e dyta është akoma më e bukur. Na dërgoni njerëz të saktë, siç menduat, siç bëhet më përpara, sepse ne do t'i gjejmë, thanë. Dakord, i tha universiteti. Dhe kështu bën. Dhe kaluan 1 muaj, 2 muaj, dhe askush nuk fliste për këtë gjë. Dhe filluan gazetat që të flisnin. Në krye të 3 muajve, këta ishin të detyruar që të nxirrnin një grafik, pra që të tregonin nëse kishin gjetur dikë që ishte i saktë dhe që i kishin dërguar këta të universitetit. Dolën me konkluzionin që në 193 pacient që ishin
dërguar, pra në muajt e fundit, brenda gjatë këtyre muajve, që thamë të 3 muajve, 41 prej tyre ishin të saktë, thoshin psikologët dhe ekspertët. 41 prej tyre janë të saktë, ndërsa 43 prej tyre janë të dyshimt, ndërsa pjesa tjetër janë psikopat. Doli, u bë buje madhe, sërish, dhe filluan që të flisin gazetë dhe revistat. Mirë po, ditën tjetër doli në konferencë stampa Universiteti Stanfordit dhe dhanë një lajm që më ka mbetur në mendje, kanë kaluar vite, se që më kujtoa tani kjo, kanë kaluar kohë dhe më mbeti në mendje kjo. Dhe sot e nesër dhe tani më kujtoa që ta bënim këtë diskutim. Dhe doli ditën tjetër Stanford dhe tha deklaratën më të madhe, më gjigande. E di që dhe ju prisni. Po një sekond. Deklaruan publikisht që nuk ishin dërguar as edhe një. Asnjë nuk ishin dërguar. Pra, brenda atyre muajve, këta 93 që kishin arritur nga vendet të tjera, si me probleme mendore, kishin arritur për shkaqe të dyta. Pra, për shkaqe, për shembull, që i kishte dërguar një institucion, një klinik apo dikush tjetër. Nuk i kishte dërguar Stanford, pra Universiteti Stanford. Dhe këta mjeshtrat me grada, këta kujtuan, ndërkohë kujtonin që universiteti, pacientët që po vinin kohët e fundit, ndaj i kontrollin të gjithë pacientët që vinin kohët e fundit, pa dyshim i kishte dërguar një pjesë prej tyre, i kishte dërguar këta të universitetit. Ç'është e vërteta, universiteti herën e dytë nuk dërgoi as edhe një. Kështu që si përfundim që këta prap nuk morën vesh asgjë. Nuk mund ta kuptojnë. Me fjalë nuk e kuptuan se kush ishin të saktë dhe nga vinin, nëse ishin psikopat apo jo. E dini se çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që ne nuk mund ta njohim absolutisht trurin e njeriut ashtu siç mendojmë ne në mënyra shkencore, si mendohet. Ne mund të shikojmë veprimet e njeriut, veprimet se si vepron. Dhe ne nuk jemi në gjendje përveç se ta kuptojmë, por ne nuk mundemi që të degradojmë trurin e një njeriu me aparate të ndryshme ose edhe me ilaçe që gjoja janë psikopat, sepse ne nuk e dim. Ç'është e vërteta, ka disa njerëz që kanë sjellje arrogante. Dhe ne nuk mund të themi atyre që janë psikopat. Normal që ka dhe psikopat që mund të vrasin njerëz, por do ta mbyll me një bisedë që thoshte vllai im mirë para ca kohësh. E shikoni këtë murin këtu, thoshte, kur i thoshte se erdhi njëri nga Tirana, tha, ku është ajo çmendina, me një fjalë psikiatria, që është poshtë në ka qenë. Nuk e di është më tani në Vlorë apo jo. Dhe i tha njërit, një vlonjati, e pyeti sa ishte futur ai aty në Vlorë, edhe i tha ku është, i tha. Shiko këtë rreth këtu, tha. Gjithë qyteti, me një fjalë. Këtu tha gjithë, ky thash shmenduria, tha, me një fjalë, psikopatët janë brenda qytetit. Pse po e them këtë? Tani te shakave nuk janë të gjithë psikopat, por ka psikopat që janë jashtë dhe ka njerëz të mirë që gjenden brenda duke i mbyllur si psikopat. Kjo është më se e sigurt. Këtë e kemi thënë, thash, me kohë, por e ka vërtetuar dhe ky eksperiment që ju thash në vitin 1973. Megjithatë, unë pres komentet tuaja, sepse çfarë mendimi keni për këtë argument, sepse ky është vërtet diçka fantastike. Është diçka që përcakton me të vërtet në qoftë se truri njeriut ne mund ta kuptojmë ose jo. Është e vështirë ta kuptosh. Megjithatë, unë pres komentet tuaja. Ju përqafoj, natën e mirë.